Po çfarë ka ndodhur? Se çmë kjo ngjarje është pasuruar në gjitha media ndërkombëtare. Çfarë ka ndodhur me ata qytetarë që janë të huaj? Se kemi shumë vizitorë që kanë vizituar, delegacioni që ka ardhur, pra kanë qenë persona të rëndësisë së veçantë, të cilët mund të ishin cënuar. Dhe në moment që cënohet, kemi një prishje të imazhit ton, qoftë si vend, por edhe si popull. Dhe kjo sjell një impakt shumë negativ në gjithë fushat e ekonomike, siç mund të jetë turizmi, kultura dhe shumë fusha të tjera, të cilat sjellin pasoja negative për vendin dhe për gjithë qytetarët shqiptar. Si mendoni, pse është zgjedhur Rinasi dhe pikërisht ai vend tek pjesa rreth rrotullimit të Rinasit për të kryer një atentat të tillë dhe çfarë mesazhi mendoni se autorët kanë dashur të përcjellen në këtë rast duke e kryer vrasjen pikërisht në një vend që është mjaft i frekuentuar? Unë besoj që është zgjedhur ky vend sepse nuk ka pasur mundësi tjetër, duke qenë se vetë autori, vetë viktimat, pra dy viktimat, për shkak edhe të atentatit të mëparshëm, sepse ka pasur edhe atentat të mëparshëm, ruheshin në mënyrë të fortë apo në mënyrë të shumë, pra mënyra e ruajtjes ka qenë goxha e madhe, edhe me automjete të tjera, dhe ky ka qenë vetëm moment të cilin ata duhet ta shfrytëzonin. Pra, kjo tregon që edhe më parë autorët mundet që ta kenë ruajtur, ta kenë vëzhguar, ta kenë ndjekur dhe nuk e kanë gjetur dot mundësinë. Kjo ka qenë mundësia e vetme, jo e vetme, po mundësia e artë për ata në mënyrë që të realizonin objektivin që i kishin vendosur vetes. Kështu që ndaj e zgjodhën atë ditë, pra edhe atë orë, sepse i kanë vlerësuar të gjitha kushtet. Ndoshta ata kanë shumë kohë që vëzhgojnë. Ne këtë nuk e dim, pra duhet ta shikojmë nëse prokuroria pra do të nxjerrë diçka apo jo. Dhe të gjitha këto vrasje të cilat bën të mirë menduar dhe të planifikuar dhe të kontraktuar me profesionistë, ata janë gjatë gjithë kohës në vëzhgim dhe gjejnë momentin. Pra, profesionisti nuk do që të gabojë në objektivin e tij, së pari nuk do sepse ka marrë përsipër të kryej një krim për të cilin ai do të paguhet, në vlerë monetare apo jo, kjo është diçka për të parë, por që ka marrë përsipër që ta kryej. Së dyti, ai vlerëson të gjitha kushtet, pra e ka aftësinë që të kalkuloj nëse është vendi koha e dur për të realizuar të krim, dhe së treti shikon edhe mundësinë se si mund të largohet në mënyrë të menjëhershme nga vendi i ngjarjes në mënyrë që mos të kapet nga autoritetet policore. Pra, këto janë vlerësime, pra janë disa le të themi vlerësime që i bëjnë autorët apo ata të cilët ka marrë përsipër kryerjen e këtij krimi dhe përpasoj del që ky ka qenë vendi më i përshtatshëm. Ata ndoshta kanë me vite që i ruajnë viktimat, por nuk kanë pasur mundësi për të realizuar një gjë të tillë dhe kanë gjetur momentin pranë aeroportit të Rinasit dhe në të njëjtën orë. Nuk i besoj që duhet të ketë ndonjë mesazh, sepse nuk është se janë ndonjë personalitet, pra politik apo të ndonjë fushë tjetër që duhet të japë një mesazh për viktima, por thjesht qelloi që aty ishte vendi i dur dhe koha e dur për të realizuar ky krim. A mendoni se kjo vrasje ngjason asaj të vrasjes së bankierit Artan Santo, ku autori kryen krimin me qetësi dhe më pas largohet pas një lloj pengese, ashtu siç u vëret edhe në rastin e autorëve në atentatin e Rinasit?
Po kjo tregon që ata janë profesionistë, pra nëse do të lidhim të dyja këto ngjarje, kjo është një vrasje, pra dora e tyre nuk është një dorë amatori apo një thjesht dikush që ka dëshirë që ta merret apo ka marrë përsipër që ta kryejë të krim dhe shkon me atë amatorizmin e tij, por kjo duket që ata janë profesionistë të vërtet. Pra e kanë këtë profesion me të cilin ushqen dhe mbajnë jetën e tyre dhe përpasoj gjithë profesionistët e kanë një gjë të tillë që do të thotë kujdesen shumë që mos ketë viktima të tjerë, ata fokusohen vetëm tek objektivi i tyre dhe së dyti është largimi. Pra mënyra e largimit është e njëjtë, sepse qëllimi është i njëjtë dhe ndonse ndryshon objektivi, qëllimi dhe gjithë ato mekanizmat e tjera janë të njëjta. Si është e mundur që policia të jetë e inkriminuar deri në këtë pikë sa një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore gjendet dhe shoqërohet me një element të tillë të krimit organizuar, i cili kishte një vit që kishte dalë nga burgu dhe një dekadë më parë i kishte shpëtuar 2 atentateve? Po, kjo është për të ardhur keq, pra që ne kemi punonjës të policisë që janë në shërbim të autorëve apo të dënuarve të cilët kanë rekorde kriminale dhe i shërbejnë atyre. Kjo tregon që gjendja e policisë së shtetit është në ditët më të këqija të tij. Kjo vjen, pra shkaqet janë nga më të ndryshme, por që besoj që shkaku kryesor është rekrutimi, pra mënyra se si janë rekrutuar dhe janë futur punonjës të policisë apo të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, të cilët nuk janë skanuar për lidhur me personalitetin, kaluarën e tyre, por edhe përgatitjen profesionale. Së dyti, një problem shumë i rëndësishëm është edhe gjendja ekonomike, pra trajtimi ekonomik që i bëhet punonjësve të policisë së shtetit, të cilët trajtohen në mënyrë mizerabël. Nuk kemi rritje pagash, nuk kemi mundësi të tjera lidhur me strehimin apo shkollimin e fëmijëve, mbështetje që mund t'i jepet këtyre familjeve të cilat kanë në dorë sigurinë tonë dhe jetën e qytetarëve. Së treti, garancia që duhet t'i japi shteti lidhur me qëndrueshmërinë në vendin e punës, që mos ketë lëvizje të cilat bëhen për inat të drejtuesve të policisë, ku shikojnë që ka policë të ndershëm dhe që i shërbejnë vendit. Këto janë faktorë të cilët ndikojnë që policia, pra policët, punonjësit e policisë së shtetit, të jenë të brishtë dhe nuk kanë imunitet ndaj krimit të organizuar apo joshjes së ndryshme që mund t'i bëjnë këto grupe kriminale dhe pastaj t'i vënë në shërbimin e tyre. Shumë prej punonjësve të policisë, cilët nuk përshtaten dot dhe nuk i shërbejnë krimit të organizuar, ata japin dorëheqje, edhe pse i kemi me grada, pra ka shumë prej tyre që kanë grada, kanë shkollime jashtë, për të cilën ka investuar shteti, trajnime që mund të ketë bërë, por duke qenë se nuk e gjejnë dot veten, janë detyruar, pra me vetdije, të japin dorëheqjen, të largohen nga ajo punë, të fillojnë ndonjë punë tjetër ose edhe të largohen jashtë shtetit.